realitet të gjithë, shikon? E pasere ne kemi merak se mos do shta kemi më të kujdesshëm ku ka vdekje e shu po. Vdekja nuk është pjesë e jetës. Nga gjatë më të sigurt të madhë. Po pra. Gjithë dhe vdesë. Me ke e filloj këtu me zotin Muça. Flogert Muça, Veliaj, Rama luftë e hapur, reagimi par direkt i Shkërbashkiaku ndaj shefit ti, Rama, shkarkim politik. Po, është shenja e një fortune që pritet të nisi, apo ka nisu Flogert dhe nes kemi kuptuar zi akoma? dëgjo, Ky lajmi sot. teksti nuk ka nevojë të lexosh nën tekst. Teksti është i qartë. Do e lexosh ti apo unë? Jo, mund ta lexosh, nuk është problem. Se është në thonjza që e kam bërë 2 avokatët e 2 studiot e Erion Velis. Po, por teksti është i hedhur në... Lexoje ti më miq, mos e ashtu unë. Teksti është i hedhur në rrjetet sociale të Veliajt. Po pra, e kanë nxjerr vetë Velie, po. Bile e kemi, Aledio e ka dhe atë. Dhe titulli i thot të gjitha. Çfarë thotë titulli? Persekutimi politik i Erion Veliajt. Dakor. Ai e quhen persekutim politik. E pra, kaq është. Se asë kur pa lejen Erion Velias, po do flasim. Nuk ka dilem kjo histori. Dhe janë 2 momente që e tregojnë qartësisht atë që thuhet më lart. Nga vëzhgimet e raportit atëherë. Veliaj ka shërbyer atëherë. Siç vënë duke raporti, ky vendim i pasuar nga një njoftim i presidentit të Republikës për mbajtjen e zgjedhjeve të reja për të vënsuar kryebashkiakun Veliaj, krijoi përshtypjen se paraburgimi i pajustifikuar i Veliajt ka shërbyer si pretekst mbi të cilin autoritetet shqiptare përpiqen ta largojnë në mënyrë antikushtetuese nga detyra. Pra, thuhet nga avokatët që paraburgimi ka qenë në fakt preteksti që ka përdorur politika Rama për ta hequr nga aty ku është. Më tej vazhdon. Në një nga vëzhgimet e raportit është se çështja e kryebashkiakut Veliaj përbën një shembull të qartë ku vihet në pikpyetje angazhimi i Shqipërisë ndaj procesit të rregullt ligjor. Sipas raportit, manovrat e fundit politike të ndërmarra për ta larguar nga detyra kanë cënuar prezumtimin e pafajësisë që kryebashkiakut Veliaj takon dhe e kanë privuar atë nga liria e detyra gjitha këto përpara se gjyqi të nisë. Pra, titulli, se unë lexova vetëm 2 pasazhe ku tregohet qartë që avokatët e Veliajt i drejtohen literalisht kryeministit Ram. Pra, atyre që e kanë shkarkuar. Këshillit Bashkiak, qeverisë dhe politika thot, nuk e thot literalisht qeveria. Thot qeveria më duke diku. E përmend e fjalën qeveria, nëse s'gaboj. Ose e kam lexuar në një portal që e ka shtuar vetë. Politika thot këtu. Nuk thot qeveria në asnjë vend se ka përshtypjen se thot qeveria. Autoritetet shqiptare përpiqen ta largojnë antikushtetuese. Autoritetet shqiptare çdo. Autoritetet që po largojnë janë Këshilli Bashkiak, Këshilli Ministrave dhe Presidenti i Republikës. Nëse mund ta themi kështu. Po këta. Që në finale janë Edi Rama. Po pra, nëse ai me emër s'ka përmendur aty. Por siç ta thash, nëse duam të analizojmë edhe mandej çfarë pasojësh do ketë që mund të analizojmë, thelbi është titulli. Që duhet përsëritur edhe një herë? Titulli është persekutimi politik i Erion Veliajt. Pra, dhe e gjitha është e hedhur në faqen zyrtare të Erion Veliajt. Bukur. Vërtet ai ka folur në vetë të tretë, pra në kuptimin që kanë folur avokatët, ata, jo... Normal. Por fakti që ky e ka nxjerrë në rrjetin e tij social... Do të thotë që pikërisht që e ka vulosur. E ka vulosur. Kështu që ky është lajmi që... Tani, falenderoj Flogert për këtë hyrje që na bëre, po para se të jap fjalën ty le të dëgjojmë si kolegët Sebastiani dhe Marsidin, dhe pastaj do më thuash ti si ta lexojmë këtë gjë. Pra kjo çdo të thotë, është një gjë që bëhet për një arsye të caktuar, se datë 31 është ky vendimi i kushtetueses, tani para se si i bie, kur i bie 31-shi? Të premten. Të premten, që do e kemi me datën e zgjedhjeve, që e mandat. Bravo, po. Pra ky reagim po mos ishte kjo 31-shi gjyka kushtetuese, do bëj apo jo? Një kjo, pyetja e parë, dhe e dyta, po fillojmë me ty Sebastian, ti si e lexon të gjithën këtë? Pra, është thjesht një gjë që do kaloj, është një lajm që do harrohet apo ti thua do vazhdoj? Është thjesht një shantazh që i bën Velia Ramsit të katërt në këtë rast? Dhe do mbetet këtu apo ti thua, pra është një parajmërim që kujdes, mos vazhdo më sepse unë do vazhdoj të flas, apo çfarë është sipas teje?
Si e parashikon? Këtu s'kemi nevojë të bëjmë analiza me hipotezat e flasim. S'kemi asgjë, s'kemi sfakt. Mua disa njerëz cilët marrin para nga Veliaj për shtyr agjendat e Veliajt, janë të etur për të marrë ca para të tjera, ai ka disa para për të paguar. Le të kujtojmë që këtë lajm e kishte hedhur sot për edhe para BC-ja. Okej. Që është një televizion, Gjithë kanë pasqyruar. të gjithë, po ABC-ja më duket se e pash që ishte e para që ke luajtur këto. Jo, nuk e do. Jo? Gjithë ai është still nga njerëzit e medias Veliajt. Po pra. Është still njëkohësisht të gjithë. Po çudi pse e ka luajtur ABC-ja pa? Po sa ajo është një titull më ja persekutimi politik i Erion Veliajt. Ka ndonjë element kontekstual? Jo, a ka një, se thua po Sebastian këtë do të pyes, nëse mund të flasim pak. Nuk është ndonjë gjë e keqe të flasim se edhe për ne flasim, kështu që s'ka ndonjë problem. Fakti që ka edhe ABC-ja çdo më thon. Asgjë. Mund ta kishte hedh një media tjetër. Ti nuk sheh asnjë koincidencë tu. Jo. Jo, më fal, nuk të duket koincidencë, nuk ka asnjë lloj. Jo, nuk. Je i sigurt? Marsit, për ty ka një është rastësi apo ka një kështu nga mbrapa, ka një sfond? Unë jam gjithmonë në perspektiva skeptike, që nga një nga filozofët e mi më dashur Piro Jeleas, edhe mendoj që ka një element, që nuk është rastësi. Një nga drejtuesit e këtij televizioni është ish burri i zonjës Belinda Balloku. Pikërisht, po s'është një sekret kjo është gjë publike, nuk është sekret publik si thua. Dhe pikërisht në momentin që Erion Veliaj ndërmerr kundër sulmin e parë, se ky është kundër sulmi i parë i Erion Veliajt. Pikërisht, po publikisht. Se deri tani kanë qenë sulmet e Edi Ramës, bëjmë kështu, që nga pjesa e përgjimit ambiental në ambientet e paraburgimit. Që nga pjesa ku një nga policët deklaron që Erion Veliaj më kërcënoi dhe mori telefonin. Më fal, po. Ne kemi njerëz me rrezikshmëri të lartë shoqërore në institucionet e burgimit dhe paraburgimit. Imagjino për shembull, po të rastisi ndonjë emër i madh i botës krimit një polici, i bie që merr telefonin të arrit bëj kërcënim Erion Veliaj. Po ashtu ka një rastësi tjetër. Po çfarë sulmi është? Si po e sulmon dhe ku po e sulmon? Kush si po e sulmon? Veliaj po sulmon Ramën, ku dhe si? Më gjej një thuaj. Do arrit aty. Ke drejt. Pra unë bëj një deklaratë dhe them ky. Do ta them, po ja durohet ta dëgjosh deri në fund. Dhe në një vizitë shëndetësore që ka pasur Erion Veliaj në ambientet e institucionit të paraburgimit çane, thuhet që kanë qenë prezent disa hetues të byros kombëtare të hetimit dhe disa punonjës të sigurisë të institucionit. Prezent. Në momentin që po bënte vizitë shëndetësore. Është vërtet kjo? Është vërtet. Kjo fakt ka qenë edhe kjo, pse do të jenë prezent? Kush ka qenë prezent, Marsit? Kanë qenë punonjës të byros kombëtare të hetimit dhe unë kam nga burimet mia aty brenda. Po pse çfarë problemi ka edhe po të kenë qenë Flogër? Jo, po është represion administrativ, Po represion administrativ. Ato janë dokumenta aty brenda. Ato janë dokumenta dhe ka qenë një person brenda sepse ligji e parashikon dhe Marsidi e di më mirë se unë këtë, që në asnjë moment subjekti nuk duhet humbur nga syt. Tani ata sigurisht që nuk do të hynin atje, ai që ka qenë atje, por ai ka vendosur në atë moment, për arsye që bi dakord me ty unë, që të jetë rigoroz në zbatimin e ligjit dhe të shkojë të mos e humbasi nga sytë Erion Veliaj. Ka qenë më shumë se një, po dalem të ardhmës ta. Nëse nuk e zgjidhim dot, e rëndësishme është që kanë qenë dikush, po hipoteza janë këto, nuk është se po vendosim një vul. Fakti. Kemi sa video tani do vendosi Ledi, sa video të Erion Veliaj. Në skepticizmin çane, fakti që sot tot ditë media po flitet dhe emri i zonjës Balluku, e cila është nëna e fëmijëve dhe nuk është në raport i pakët, pavarësisht se janë të divorcuar, mendoj që është Me qira tjera Balluku ka ardhur në Shqipëri apo jo? Sigurisht pash në Durrës sot, Sebastian. Po, ishte në Durrës, u bë Liburn Aliu, drejtori i ri. Pra erdhi gjitha këto që thoshin për shembull, dëgjova që thoshin sa njerëz që edhe mund të mos kthehet këto ran, ishin kot. Tani çfarë lidh sepse Sebastiani bëri një pyetje me drejt asnjë lidh. Është Veliaj di shumë gjëra për Ramën. Tani si e dëmton Veliaj Ramën? Ja më do ta thot atë po. Është duke shpjeguar njerëz. Por ai mund të thotë filan letër. Pra erdhi në raportin midis konteksteve dhe tani në cilën letër. Tash do dal direkt në përfundim. Më mirë, di çka, di në përfundim dhe pastaj nëse kemi kohë e elaboron. Di në përfundim, Marsit. Ti themi disreshtash, pak më përpara dhe me shumë të drejtë, fakti që u shkarkua dhe që direkt edhe kur Erion Veliaj nëse të kujtohet, shkojnë para burgim, zgjodhi si zëvendësues e tij një person që quhej Sara Goxhaj. Ndërkohë që Edi Rama emëroi një tjetër zëvendës. I dim këto të gjitha, i dim këto. Dakor? Po tani Erion Veliaj po kundërpërgjigjen në këto momente pikërisht sepse gjitha veprimet që kanë ndërmarrë qeveria me votimin e tij në Këshillin Bashkiak, me mandatimin e zgjedhjeve e prezumojnë të fajshëm, që është në shkelje të parimit prezumimit të pafajësisë. Pra është njësoj sikur dikush çani të akuzohet për pedofil, ai pretendojë që është i pafajshëm edhe ti nxjerrësh lajmin mos i lini minoren afër. Kjo i bie që e pranon krimin. Qartë.
Kjo video të letjo që po shohim, pra se e fjanën Sebastianit, janë me audio, ka edhe audio? Kanë sfond muzikor poshtë. Nuk kanë audio fare? Sfond muzikor kanë po. Po çfarë thot teksti si për valla? Këto janë mesazhet e koduara pra. A janë mesazhe, mirë ule Këto janë muzikën. mesazhet e koduara aty sipër. Dakor. E lexon publiku me një fjalë, se unë i kam larg, nuk i lexoj dot. Po patjetër. Dakor. E ka që qetë thot, jam në modalitetin i heshtur, sepse nuk të pëlqej më. Kur të flas unë, do ketë lajme bombastike. Dakor, të janë tani të gjitha që i ka, sa ko përpara janë këto, gjatë kohës që është para burgim, apo jo? Veliajt përpara këtij reagimit sot. Para sa kohësh ka qenë kjo, që do? Ka pothuajse Kur të flas unë, çdo më thon, kjo është shantazh i hapur. Pra unë di gjëra tani po s'kam fol akoma. Stepi do të Sepi më fal. vazhdoj unë se kam. Jo, ti do. Për mua kjo është, Rëzoja çik marsitit poshtë, vlla, se e pash si dakord. sepse kjo është thjesht për mendimin tim telenovela e radhës, që do të thotë pak a shumë. Gjithë jetët e novelës, Sebastian. Po mirë më në Në një rregull, farë por mënyrë, imja po. nuk është. E jotja mund të jetë. Jo, unë them në një koncepti. E imja nuk është telenovela. Si ngjarje mo, Sebastian, jo jeta personale. Po pra, po, unë nuk e jetoj si telenovel. Ti e merr seriozisht. E marr shumë seriozisht. Një herë Ai jetoj. miri nëna. Ja, ma duhet patjetër Sebastiani, sepse as unë se merr seriozisht. As ti se merr seriozisht, Flogerti nuk e di, edhe ai se merr. Të paktën shiqyr që kemi Sebastianin, vëlla, më kupton? Se ndryshe këtu do ishte bërë një mërzi e papar. E di si është kjo punë e Veliajt? Më thuaj. Dgjoj. I mat ka qenë ish i burgosur politik dhe më tregonte histori për dikë. Kemi pasur një mik të veçantë, është Sadri Ahmetin. Sadriu ka qenë një piktor i mrekullueshëm. Dhe e dënuan, e ridënuan faktikisht sepse dorëzonte Enver Hoxhën nga burgu Spaçit. Ç'a bënte? Dorëzonte Enver Hoxhën nga burgu Spaçit. Si e çdo më thënë dorëzonte. Dorëzonte Dorëzonte. Hoxhën nga burgu Spaçit. Po. Veliaj tani është në burg. Partinë e ka Rama. Po. Parati ka Rama, njerëzit i ka Rama, gjitha i ka patronat Rama, dhe do rrëzoj Veliaj. Veliaj ka mundësi... Sa njëri që do rrëzoj Velia? Dakor, pra Veliaj ka ndorë një gjë, ti bëj dëm. Të llapi. Po pra ti bëj dëm. Dëmi është në datën 25 qershor të vitit XYZ. Po të shohësh të lejen e kullës që është dhënë, këtu Rama ka dhënë një firmë e cila mund ta çojë atë për hetim në SPAK. Po të shohësh të plan urbanistik të këtij viti, këtu Rama ka një firmë për këtë lloj gjëje. Këtë mund të bëj Veliaj. Po se pak është kjo? Po pse nuk e bën pra? Ai është në burg, po vuan burgun. Tahiri shkoi në burg. Arben Ahmetaj është në Zvicër. Pra të gjithë këto persona, të cilët menduan një ditë se u bën numri 2, të cilët menduan se një ditë do të shkonin diku, kokat ju hëngrën njëri. Ja hëngri Ramsi, po Ramsi ka. Atëherë, çështja është kur ti e di që ky ka mundësi që të ta haj kokën. Infrastrukturën e ka ky. Po. Ti e di shumë mirë edhe historinë e Enverit me Kadriazbiun, me Beqir Ballukun, me Mehmet Sheun dhe me të gjithë tjerët. Pra ti e di të gjitha këto histori. Kur ti e di këtë lloj historie, dhe duke e ditur që partia dhe kryetari i partisë do të ta hajë gjithmonë kokën. Duke qenë se ti na ke thënë se si ja hëngri kokën Berisha, edhe Oldashit, edhe Bashës, edhe këtij Topit dhe këtyre tjerëve. Duke qenë se ti e di këtë lloj historie, pse nuk i bën dëm këtij më të madhit, po del llap kot. Kur të flas unë, do dridhen themelet e kësaj. Si thoshte Adriatik Llalla, në shtator, thoshte Llalla si krye prokuror, do shihni do bëhet nami. Çfarë ndodhi në shtator? As edhe një lloj iku emigrant në Itali, kërkoi azil në Itali. Tani çështja është për mendimin tim është shumë e thjeshtë. Ky tipi është në burg dhe aty e ka vendin me këto që i ka bërë Tiranës. Dhe uroj të mos dali për një kohë gjatë me këto që i ka bërë Tiranës. Por ka një gjë shumë të thjeshtë. Ky tipi, se nuk po e quaj as me emër me këtë që i ka bërë. Ai s'po akuzohet, as 5 dën as një qytetar. Unë e akuzoj si qytetari i vendit. Dakor. Flas zyrtarisht si akuzohet çfarë? Po, e akuzoj për këtë lloj gjëje. Ky tipi, nëse do që ti bëj një nder vetes dhe këtyre qytetarëve, të thotë në filan ditë, në filan datë, kryeministri ka firmosur këtë lloj gjëje. Unë jam i hapur ti bëj dëm këtij personi. Për ndryshe, këto me lajle lule, e merë ABC-ja, e qonë CBA-ja, e merë kjo tjetra, e qonë këtu atje, këto janë modele se si grupet, klanet brenda Partisë Socialiste hedhin ushqim për derat apo jo? Të fërkohen me njëri tjetër. Në qoftë se ka ca njerëz jashtë, të cilët majmen me para, sepse ky ka ca lek aty brenda, por nuk i lëviz dot ashtu si duhet se është në hetim nga SPAK-u. Patronazhistët nuk i ka dot, grupin brenda PS-s nuk e ka dot.
Tani, për çfarë thot ky kur të flas unë, që dalit bëja erosje 3 ora erosje më shumë? Për çfarë thot? Apo ti lejnë, ku dëgjon, nëse pira ki të bi Jack Daniels, apo ku dëgjon, të fale 3 herë në dita, do bëj kryqin 4 herë në ditë si i ka ato adetet e veta që janë bërë fetartë. Për çfarë e bën këtë lloj gjëje? Apo kot tani? Prandaj them që kjo është telenovela e radhës. Logjika që thot Marsidi e çon ka të drejtën që nga shkalla e parë ta apeloj, se është një avokat i famshëm këtu ndër ne që tha, ne tha me të vërtet ta mund ta humim çështjen shkallë parë, tha. Po fituan tha drejtën e Kemi apelimit. drejtën e apelit, po. Tani e kupton se çdo të thotë kjo lloj gjëje dhe kemi drejtën e apelimit. Dhe fillosh dhe të thuash se ne tani nga apeli do e çojmë thotë në gjykatë lart. Po normalisht që do e çosh. Po nga gjykata e lartë, mos harroj që ne kemi edhe kushtetuesen 35 vjet burg ti. E ke parasysh burg mas burg. Po mos harro se pa kushtetuese kemi edhe Strasburgun. Kemi edhe Strasburgun. Do tjerët këtu shkruaj me ai dhe fillon ai. Se Velia është një. Po thelbi në fakt cili është Sebastian, nëse kjo këtu është e gjitha teatër. Velia nuk ka as edhe një lloj fuqie. Velia nuk ka parti, Velia nuk ka para se si lëviz dot, sepse është nga SPAK. Ndërkohë studio duket që i ka goxha prestigjioze. Ai ka Sovici njëra ai është, jo? Ajo që po mundon. I ka kot? Po njëri ka nga New Yorku, po tjetri nga e ka. Velia i ka. I ka të huaja studiot. Velia i ka në dorë një gjë. New Yorku një është, e njëjta është. Po jo të gjithë shqiptarë ka mos të marrin studio ligjore nga New Yorku, bla. Velia i ka në dorë një gjë. Para e madhe, po. Ti bëj dëm kryeministrit Edi Rama. Madje 2. Ti bëj dëm kryeministrit Edi Rama. Në qoftë se ai ka në dorë thua ti? Po di gjëra më se ai ka ndet me Ramën. Po çfarë di mo tani? Di që ka firmosur, ato firmosë Edi Rama nuk janë krime apo. M'fal, tu ka një inkoherencë. Janë krime firma ato. M'fal, mund firmat që kryeministri nuk janë krime apo. Po mirë, nëse se thua që ne kemi qenë bashkëpunëtor bashkë në krim, sepse ky tipi erdhi tha 3 kate e ndërtoi 15. Po duhet i provoj ato që thotë. Po pra dili të shpitar, thuj që më ka thënë këtë lloj gjëje. Po duhet i provojmë. Do të provuar. Po pra, dhe këtë po mund, po mirë tani, në 400 leje, në 500 gjëra, në 10 gjëra që janë bërë në Tiranë. Po të gjitha në rregull janë bërë? Të gjithë tenderat në rregull. Po dhe vartë a ka lënë gjurmë Ramsi apo jo mo? Pa, pra këtë na tregoi Velia. A ka lënë gjurmë apo jo? Këtë na tregoi Velia ine. Se këta vetëm llapin lollo, kupton, po nuk thonë gjë. Po pra këtë na tregoi Velia ine. Fal, kam ku e kundërshton Sebastiani, ta bëjmë muhabeti më të thjeshtë. Një inkoherencë logjikën e Sebastianit, se të filloi me një rast të një të afërmi që tha që deshtërëzonte Veroxhë nga burgu, po ishte e pamundur, ndërkohë që e përfundoi analizën duke thënë që po të flasi erëzonen verin e ri. Erëzonen verin e ri. Pra realisht kjo nuk e bën pa fuqishëm e para. Dhe e dyta nëse kjo analizë sot më shkon edhe më tej, Edi Rama mund të rrezohet. Kështu që këtu ke një inkoherencë në qendrimin tënd. Paradoks logjik. Nuk pranoj ty debatit. Pra, e ka fuqinë apo se ka fuqinë ta rrezojë Edi Ramën? Kjo është para një herë nuk pranoj ty debatit si për ka fuqinë apo jo? Sekonda, nuk pranoj ty debatit. Më kthe këtu përgjigje, më ka fuqinë të rrezojë Edi Ramën. Po ma kthe pa po të bëj pyetje. Nuk i debatit për si fillohet Velia Edi Ramën apo jo? Biseda fillohet me një figurë për të përfunduar me një regresion apo digresion. Tani nëse ti do të bësh kot tani inkoherencë, kohezion, kjo është gjë tjetër. Unë po të them, ky ka në dorë një gjë të thjeshtë. Ky ka nuk e ka ta diun ky ka në dorë që ti bëj dëm vlla, që ti thot zotrin të nderuar, un kam ndetur me këtë person. Ore kam qenë bashkëpunëtor me ngushtë valla. Kam qenë kryetari i Bashkisë së Tiranës, njeriu i dytë më i fuqishëm në Shqipëri. Kjo Tiranë në këtë mënyrë siç është, që do 6 orë del nga MCN-ja dhe shkon te komuna, dhe shkon te komuna, kjo Tiranë do 6 orë të hysh për shku te shtëpia e këtij. E le takimin në orën 4, shkon në orën 6, se ka gjithmonë trafik. Jemi dakord? Kjo Tiranë del me 700 kursi. Kjo Tiranë që nuk mat një herë sa i pisët e shajri. Kjo Tiranë me pyll orbital. Na çau ariu ne tek komunë e Parisit. Se ngelen vetëm arinj duke dalë atje. Se sipas Veliet me Ramën kemi mbledh nga 1 milion. Dhe e di ti kush është konflikti më i madh që ka pasur Velia me Ramën? E kam ndjekur një herë me vëmendje për çështjes teatrit kombëtar. Krim. Nga aja të ajo teatri kombëtar ai është krim, ai është futur te krimet e njerëzimit. Nga aja të u peqa amnistove në vëndin. Prandaj, ta përfundojmë, qa ke, ta përfundojmë. Ja ta mbaroj. Nga aja tek zhëj. Marsit, një sekundë mbaroj së vëtën. Jo, se mbarojmë të një, do flasim Marsit. Të lutem, Marsit, një sekundë se bëhet rëmuj, edhe nuk t'i gjohet. Sebastian, ta bëjmë diskutim. Mi po që ta bëjmë diskutim, të bëni dakord të dy që kur flet njëri pushoj tjetri. Dhe prit me nga i fjali. Po Sebastiani tani është moment krimi.
Jo, alash, po, po më pëlqen. Bëj edhe këtë dhe pastaj bëni dialog. Për mua, unë e thash edhe pak më. Atëre mos e përsërit, le, më do të thosh një gjë. Shëmbur teatri. Në Tiranë është bërë kjo. Në Tiranë është shkatruar urbanistika. Në Tiranë. Ai ne ka akuzohet për azi nga këto që thuati. Urdhë? Erion Veli nuk akuzohet për azi nga këto që thuati. E po, Erion Veliaj në qoftë se s'akuzohet për këto, t'akuzoj Ramën për këto dhe thotë se edhe ky ka qenë kryetar bashkie. Dhe mos dali aty, unë flas, unë s'flas, unë jam i qetë, unë s'jam i qetë, unë jam Buda, Qatë, po Sebastiani po merret me mënyrën se si ai po e bën sulmin. Thot, është mënyrë qesharake, thot Sebastiani. Ti e quan qesharake apo jo? Apo jo. Ora, çdo sulm fillon në Orteku kur fillon në topi i vogël, nuk është direkt e topi i madh që mund të shkatrojë një Ti fshat. mendon që mund Unë them që Ortekët kanë filluar të rrotullohen. Base, kam drejtën të jem skeptik. Jo, dakord, më nuk prandaj po të pyes. Se po ashtu është e thjeshta mbyllësh, o nuk ka çaj bën, tri aty në burg dënohet. Momenti Flogert Muçës, Flogert. Dgjoj, duhet bëjmë analizën e kronologjisë dhe të themi çfarë ka dashur të thotë Velie dhe pse sot, pse ashtu, pse jo me statusin e tij, pse me avokatët, si ndikon kjo në zgjedhje, si ndikon kjo ndaj Ramës e kështu me radhë. Unë kam mësuar një gjë nga Tiçan që dhe e kam mësuar me vërtet, e them pa ironi. Jo, me ironi s'ke pse bën ti se. Jo. Ne jemi shok. Jo, ndonjëherë bëjmë një batut. Batuta po. Që njerëzit. Po ta pranoj këtë që ke mësuar, ta pranoj. Po, bravo. Si i vetmi. Njerëzit që janë në hall, siç është Veliaj, edhe të tjerë si Veliaj atje. Është e lehtë ti gjuash me gur. Po e lëm këtë pjesë është e pa kuptim. Domethënë nëse ne shohim që është antipatik dhe është një moment sikletshëm se i del një foto, një video Çanit ose Flogert ose Sebi dhe t'i bie me gur gjithë nga mbrapa kur ai ka strukur kokën në Jorgan, kjo është thjesht i pafuqishëm që i bie një të pafuqishmi. Nëse Sebi më sa kuptova unë e kishte që pse ai Sebi prokurorin apo të bëj prokurorin tani kjo është gjuhë si Sebi e bën se s'ka guximin. Se s'ka guximin thot të flasi. Është tjetër gjë pra. Ka pritshmëri Sebi nga ai vlla. Po mos kishte nuk do e thoshte. Unë nuk mbaj ndonjëherë qendrim që të them këtë e duan burg, ato e duan litar. Jo, unë jam kundër burgut në përgjithësi për çdo njeri, po. Për çdo njeri që s'ka bërë vrasje, ëh. Çdo njeri që s'ka rrezikshmëri shoqërore, po. Kjo që mendoj unë, absolutisht nuk i mohon drejtën Sebit të mbajë qendrimin e tij. Qartë. Unë duhet thjesht bëj analizën e fakteve. Pra, Velie kishte thënë reagimin e fundit që kur të flas unë, do kemi një lajm të madh. S'kan folur akoma. Po. Te TikToku kështu. Po për ato që pam tani. Po. Erion Velie sot pa asnjë dilemë, ka bërë divorcin final me Edi Rama dhe me Partinë Socialiste. Divorci final apo është fillimi i divorcit? Ky është divorci, nuk po flas për luftën, po flas për divorcin. Pa ti nuk e sheh si një deklaratë të pakët ose pa Jo, më vllai, është divorci politik. Ty duket e rëndë kjo që kanë. Ka larduar. Për ata, për marrëdhënien e tyre. Erion Velie i thotë ndaj meje, po bëhet persekutim politik. Çfarë do të thotë tjetër më? Po. Çfarë do të thotë tjetër më? Është e fundit që mund të thotë njeriu më. Pra trosh muhabeti me fjalë tira i ka thënë zotri, i ka thënë dramës politikisht bashkë kemi larduar. Jo, po, kalendës kuptoj zotri, paske qenë ti mbrapa arrestimit tim. Po çu kuptoj? Po ai aty kur thot autoritetet sigurisht tregohet politikisht korrekt, mos thon filani fistek, por ai lot kuptohet që ndaj tij është bërë një komplot ndërmjet drejtësisë dhe pushtetit. Dhe ky është thelbi që ka thënë Velie. Tani, se njeriu o Flogert, më fal parantez, njeriu normalisht në tilla raste çdo njeri që ka dy panë në kokë, se asnjë s'është budollan ata që po flasim tani janë të zgjuar vllazë. Jo sigurisht. Se shkollai i tij është atje lart. Bën llogari thotë, "Ora një sekond, mandati i parë iku Sami Tahiri." Ëh? Kur bani parë. Mandati i dytë Beqja thuari. Mandati i dytë Beqja. Mandati i tretë Veliaj. Jo, Benametaj. Kujdes. Bashën Veliaj. Veliaj është mandati i tretë apo i treti? I treti është, duke u futur te i katërti. Mandati i katërt pritet të bjerë një kokë tjetër. Dakor. Pas të thuash, njeriu jo do të thoshë këtë pra që mbas edhe ai atje me çdo gjë me çfarë i thon, e ka kuptuar valla që kjo më sa duket është për statistik. Duhen ca koka turku të paktën deri në vitin 2030. Tani. Dhe sigurisht që kjo kërkon një orkestrim. Edhe kjo nuk është rastësi, nuk mendon që është rastësi këtu dhe që Ramsi nuk di asgjë. Edhe kjo e bën spakun vegël të orkestrës. Edhe kjo në linjën tënde. Nuk e bën të gjithë spakun vegël të orkestrës. Unë mendoj që spaku
ka influenca nga disa qarqe të caktuara, ka dhe ndërkombëtarë që duan që s'ka, Majoranca brenda SPAK. ka dhe majorancë që kontrollon, mund të ketë në një që është më afër Saliut. Pak por e sigurt është që Edi Rama nuk e kontrollon SPAK-un siç do të kontrollonte SPAK. Nuk është i vetmi që e kontrollon SPAK-un. Mendoj që Edi Rama ka levat e vet atje. Aty një prokuror të bën gjëmën, po se patën në kontroll. Me dasht. Ka i të fort janë o... Po e ka pavarësinë absolute nga ky emision të nisi çështje kryesisht. Edhe janë të mbrojtur nga këta, nga këta të obdatit edhe nga europianët. Janë të mbrojtur nga ato që duken dhe që nuk duken. Ju janë të mbrojtur edhe nga këta ndërkombëtarët më të ambasadave. Nga që duken dhe nuk duken, pra po them, nga gjitha, po për te asaj. Pra, pse e ka bërë tani Veliaj? Pse e ka bërë kështu, çfarë ka bërë divorc. Publik, final, pse tani, fatal. pse kështu, dhe ku do me dalë? Pse kështu, mund t'jetë, dhe kjo është hipotezë, edhe një strategji mbrojtje. Është bashkuar në orkestrën e atyre që thonë që këtu po bën gjyqje politike. Pra sot Velia nuk është më shumë se sa Ilir Meta dhe Berisha në raport me akuzën që po i bën majorancës. Ka shkuar në atë rrugë. Ka shkuar në atë rrugë. Edhe Berisha dhe Meta thonë jemi të burgosur politik. Dhe unë këtu mendoj që është një strategji e mirë menduar nga avokatët e huaj. Pra, po të marrë një analogji. E di si po mbrohen ish komandantët e UÇK-s? Që ata nuk kanë qenë komandant të UÇK. Nuk kemë pasë kontrol, thoshte. Nuk kemë pasë në dorë. Po e thash trash. Nuk kemi qenë komandant të UÇK. Po mbrohen që nuk kanë qenë komandant. Në kuptimin... Nuk kam qenë ushtar, në fakt e ka qenë pavarësisht se. Pra, edhe në këtë aspekt, Veliaj po bën një mbrojtje ndoshta, po hipotetizoj, ku thotë që është bashkuar në këtë korin që këtu kemi të bëjmë me gjyq politik. Dhe ai e argumenton me komplotin e gjitha institucioneve. Nga SPAK-u te Këshilli Bashkiak te qeveria te presidenca. Pra janë gjitha autoritetet thotë ai. Nga ana tjetër pse sot? Sepse të premten është kushtetuesja. Po, dhe çfarë ndikoi? Është një lloj presioni shumë fin. E kishin gjitha mediat sot? Veliaj. Pa përjashtim? Po se lajm është. Jo, po pyes. Po, patjetër. Pra, është një presion që ai bën me shumë fines për të thënë që dëgjoj, ju jeni shansi i fundit që këtë maskaradë dhe këtë komplot ta ndalon. Dhe ai do jetë vetë atë ditë në seancë. I është dhënë leja. Po. Ku do jetë kushtetuese? Në kushtetuese. Është e sigurt? Patjetër. Ka dalë si lajm kjo? Ja ku doli. E theti tani për të parë? Patjetër. Jo, ka dalë. Mos na gënje tani. Po ka dalë shumë. E pash në titull, nuk e pash për titull. Po nuk ka dalë, pra nuk ka dalë, qarkullon kështu, por ka dalë publikisht. Është marrë leja, është dhënë leja. Në portale? Po kur ka dalë sot? Sot. Mua më erdhi nga ajo e burgjeve. Është dhënë leja nga drejtoria e burgjeve që Veliaj të jetë në seancë. Tani, kjo e tanishmja, në qoftë se seanca është në disfavorin e Veliajt vendimi, që do merret po atë ditë, mos kemi iluzione që do shtyhet, atëherë Veliaj e ka narrativën e vazhdueshme gati. Pra, sot ka hedhur hapin e parë, se çfarë do bëj, se si do ndikoj, se si do pozicionohet në garën për Tiranën, në garat e përgjithshme në perceptimin publik, këtë hajde ta diskutojmë. Është Veliaj sot me Ogertën apo me Florin? Është me Ramën apo me doktorin? Mund të jetë bashkë me Belindën, me që i ka dalë llafi që Belinda do vendes pak, mund të jenë për bashkë Belindën kundër Ramësit? Një hipotezë është kjo. Duket pak si hipotezë të çmendur, po deri ti i quajnë armiq me një tjetrin. Belinda Balluku është drejtuese politike e fushatës. Nëse Belinda merret në hetim, sepse Po dhe qarë që me në tim? Jo, a mund t'i bashkoj halli tani, pra në qëse deri dje ka qenë armiq, po themi, në thonjza, kundërshtar, rival, a mund t'i bashkoj halli tani, qëse dhe Belindën e marrin, mund t'i bëhen dyja bashkë shumë kundër Ramësit, këtë po pyet? Dëgjo, në qoftë... Më përqenë kjo si këshu, kur e mendoj. Unë do jem shumë i Si hipotezë. Në qoftë se mendon që ka njeri sot... Që ka byrë të dari kundër Ramësit? Jo që mund të ketë ashtu, por që mund ta dëmtoj Edi Ramën politikisht, se ato tjera që thot Sebi, në qoftë se dikush Pentito shkon aty... Pentito s'bëjnë këta unë, se po të bëjnë Pentito në kanë pranuar publikisht që janë fajtorë. S'bëjnë Pentito, po. Për dëm politik Edi Ramës vlla... Këta vetëm, pra trosh Muhabeti, i ruajnë tavolinën. Që do të them, atëre, për ta mbyllë bisedën vlla, se më duhet të konsumoj dhe një gjë për... Dhe këtu më duhet shkurt fare, po thënë nga Progerti që kështë fjanë dhe po mbaroj me
Erion Veliaj jashtë loje, siç po duket, dhe kundër Ramsit. Ramsit ja shton jetën politike apo ja pakson? Dhe kur them Erion Veliaj dhe te kushdo tjetër që pritet të ndodhë, që të merret në hetim. Pastaj Ramsi bëhet më i fortë apo dobësohet? Dëgjoj, në qoftë se Erion Veliaj varet si zhvillon betejën vazhdim Erion Veliaj. Pa atëre ti bie dakord me Sebin. Në qoftë se e bën betejën vetëm politike, Po ja pra, kemi rastin Arben Ahmetaj. Arben Ahmetaj ka një listë të madhe me dosje që ja ka hedhur, unë nuk ja ka hedhur 100 pekës të styri, vlla. Edhe merren me ato. Po. Aeroporti kjo, ajo, se dhe Rama nga 74 shkoj bravo. Nga 74 shkoj te 83. Erion Veliaj e ka precedentin gati, nuk besoj se do bëj këtë që ka bërë. Prandaj po them, pa çfarë strategjie do zgjedhë? Se kuala strategjik. Unë them që ka shumë gjas që të jetë një sugjerim avokatësh për t'u veçuajtur dhe për të mbledh tituj gazetash si i persekutuar politik Erion Veliaj për çështjen e tij juridike. Në qoftë se Veliaj do ketë përballje me Ramën, pastaj aty duhet presim dhe të shohim. Sepse Erion Veliaj nuk është peshë e lehtë dhe këtë duhet ta them. Dgjoj, këta vazhdojnë akoma të mendojnë që njësoj si media që i hedh trut e gomarit një pjesë të madhe të popullsisë, e cila është naive dhe beson verbërisht te mediat, ka shumë njerëz që thonë ku e pe pash televizor, ku e pe pash në YouTube, iku mbaroi. Nuk e dyshojnë fare për shkak që mund të jetë gënjeshtër, mund të jetë propagandë, mund të jetë spinë e tjera. Hiperrealitet quhet. Bravo. Pra, këta mendojnë që edhe në këtë rast, që në fakt populli nuk hyn fare në lojë, ku ka vetëm aktor ujqër që duan pjesën e tyre, bësh luftë për pushtet, këta mendojnë që media pra bën punë, pra, këta mendojnë që media mund të impresionojë njëri nga këta aktorë të mëdhenj Spakun, ndërkombëtarët e tjerë. Media këtu është komplet jashtë loje. Se argumentimi që po bën, në një farë mënyre i vë përpara një presioni publik, sipas tyre, punë avokatësh. Prandaj po të pyes pra, si njeri i komunikimit. Një presion i vendos dhe gjyqtarët e Po kaq naiv janë gjyqtarët më të vendosen presion nga ca tituj lajmesh, nga ca tituj nëpër media, aty këtu domethënë pra se thuash, nuk mund të jetë kaq naive e gjithë kjo gjë. Tani unë di të them që media ka në dorë më shumë se ç'ne mendojmë se ka. Këtë ta kesh. Po pra, po kur bëhet fjalë për të elektrizuar turmat, për t'i gënjur, për t'i manipuluar, për t'i sjellë në votime. Ka i problem. Po në këtë rast nuk është populli në lojë, më fal. Kjo është biznesi tyre, nuk është më biznesi popullit, nuk është raport me popullin kjo histori. Ka ndryshuar për fat të keq. Pas ngjarjes fundit të Ndjerit Kalaja që ndodhi që vranë. Çdo presion publik ndaj gjyqtarëve dhe prokurorëve shihet me kujdes, sepse mos harrojmë, Erion Veliaj vërtet është njëri nën hetime, më the thash, por nga ana tjetër, nëse komunikimi i tij është funksional dhe bindës, mund të ndikojë patjetër. Nëse është funksional dhe bindës. Unë nuk di ta them, se ai lajmi sapo ka dalë. Duhet një sondazh, a mendoni se Veliaj ka drejt që koordinimi i Spakut nuk ka bashkëak me Ramën. Nuk ka këtu, ky është vend por dhe. Kështu që në këtë kuptim ai është një pozitë që do bëj të tijën, me shku kola në punë. E kupton? Pra ai do ta bëj. Unë për vete kam një lutje, thot se thirrja është fjalë e madhe. Kam një lutje për gjithë njerëzit që kanë diçka në dorë në këtë vend, qoftë Spaku, qoftë gjykatat, qoftë ku diun se çfarë. Gjykatat thuaj. Për gjykatat kushtetuese, se Spaku në këtë rast e ka bërë punën e vet. Spaku, palësht. Të mos pjerdi fare çfarë thon mediat. Se mediat në 99% e rasteve janë o të shitura o të blera. Më kupton? Këtë, po ta vinë mirë këtë në kokë, e disa të qeto e bëni punën. Vlla, janë përgjithësi, me përjashtime të vogla, s'po them rast tani se i dini të gjithë, janë o të shitura o të blera, vënë gjoba. Janë thjesht gjoba xhinj, vlla, shkaq e thjesht. Kështu që ju vazhdoni të qetë punën përpara, vlla. Mos u impresiononi fare. Është ai sindromi vjetër ky, është sindromi i gjithë humanëve në botë, dini ju këtë. Përveç njerëzve që e bëjnë, që e dinë shumë mirë dhe kanë shpëtuar, ata që postojnë vazhdojnë të hanë gjithmonë, po e kanë keq. Ke parasysh një njeri ku lexon emrin e tij në një portal ose në një media, që i del për një lajm saktuar, bëhet keq dhe vë kokën, pra thosh bien në depresion. Se mendon që të gjithë kanë lexuar atë gjë. Ky është sindromi i tmerrshëm, vlla. Pra, duhet bërë, shiko, duhet bërë në Shqipëri, shuva, duhet bërë trajnime të mëdha për këtë gjë. Dhe unë përfitojnë nga rasti që kam këtë emision për t'ju thënë, shiko, largoni këtë sindrom, nuk ekziston. Edhe nëse shihni emrin tuaj të një gjyqtari, të një që ju del në media,
e kanë lexuar vetëm vetët ata të interesuarit. Nuk e lexon njëri tjetër, pra mos mendoni që po çdo ndodhi, asgjë s'ndodh, asgjë. Ja vetëm 3-4 veta që po luajnë ose kundër ose pro teje, kaq e thjesht. Pyeta. Është edhe fenomen global me Është global. Prandaj po them. Është sindromi i njerëzve që bëhen keq, se ju duket sikur të gjithë kanë mendjen te ajo gjë. Po të shpëtosh nga kjo, Sebastian, nuk e di jam kupton çfarë po them. Ke shpëtuar valla. Vazhdon jetë normalisht. Floketi besoj më kupton apo se ti je njeri i komunikimit. Është kurthi i papar kjo. Patjetër. Mos ka shkruajti për mua. Mos më ka dalë emri. E ç'a pasaj? Kush ta ka bërë valla? Ka 3 veta e ka, se nga 1. Kush perdh, kush perdh rreth rrotull se çfarë ka ndodhur ty? Në qoftë se je okay, duhet gëzohesh. Po nëse je okay duhet. Po edhe nëse si okay mo. S'duhet të mërzitesh minimum. Mos të mërzit. Jo, po thjesht duhet të mendosh strategjikisht, që ja të shohim ç'do bëhet të premten, se është kjo seanca. Në 31 i bie të premten apo. Po seanca i kohë kushtetuese ku do janë 8 gjykatës. 8 gjyqtar, më fal. Dhe që e tham emisionin e kaluar, nëse dalin 4-4, e zëm, mbetet në fuqi e Begajt. Jemi dakord? Gjithsesi ajo që pritet me interes është Veliaj fizikisht pas 7-8 muajsh burg, pra shkurt nëntor, sa i bie? Aq, 7-8 muaj, po? 6-7 muaj. Dhe çfarë do thotë, si do mbrohet, çfarë do thotë më shumë? Do ketë drejt të flasë atje. Po. Pra normalisht do ketë një interes mediatik të madh. Atë natë. Po prapë sa i madh është, relativ prapë. Zona e Lirë është me fat që të premten, po jemi të premten. Të shohim si do zhvillohet natë e zonës Lirë. Ka jurisprudencë kushtetuese italiane e cila kur je 4-4 e vendos kryetari. Pra nuk e di se Marsiti merret me këto çështje, por jurisprudenca italiane e ka zgjidhur, sepse mund të rastiste që mund të kishe votim të barabartë 3-3 dhe 4-4, dhe çështja është që kryetari ka 1 votë gjysmë. Po, e drejtë. Kurse tek ne, nëse ma miraton, unë kam folur me jurist. Për ta mbyllur. Nëse tek ne ndodh 4-4, bie Veliaj. Kështu të paktën me sa kam folur unë, mbetet në fuqi dekreti i presidentit. Po, mund të ndodhi që të jetë 8-0? Sigurisht. 8-0 në kuptimin që gjitha probabiliteti është që çdo rezultat është në tavolinë. Teorikisht. 8-0, do të thënë të 8 gjyqtarët të votojnë për bërjen e zgjedhjeve. Ishte kushtetues shkarkimi i tij, patjetër. Në çdo lloj rasti mund të themi të njëjtën gjë. 8-0, rrezohet Begaj dhe mbetet Veliaj. Jo, nuk rrezoi Begaj. E kundërta, po s'ka gjë, edhe po i 8-0. 8-0, gjasat janë që do rrezojnë Begaj. Po nëse nuk rrezohet, pra nëse rrezojnë Begajin. Logjika, nëse ne rrezojmë Begajin, presidentin, që për mua është shkelje. Tani Marsiti e di më mirë se ky është juriste e aplikon. Çfarë ndodh? Ja po të ndërtoj një hipotezë tjetër shumë të thjeshtë. Debati vijon gjithkohës. Rama me kushtetuesen rrezoi Begajin sepse Manastirliu del keq përballë Binajt dhe shtyu datën e zgjedhjeve. Ti thua ka gjithmonë një pra ka gjithmonë një material. Ndërkohë prit një sekond. Veliaj nuk del keq ose del ky rezultat. Veliaj është fitues. Nëse debat dikur ka, nëse është 4-4 ose 5-3. Ora nëse është 8-0 pro Veliaj në burg. Jo, ka debat, pra nëse del 4-4, natyrshëm ka një debat për të thënë, ore, edhe gjyqtarët ishin të ndarë. Pra, ky vendim është ha debat, sepse edhe gjyqtarët se ndan dot. Pra 8-0 pro Veliajt është e pa imagjinueshme, thuat. Do që t'jetë 8-0 është okej. Është e imagjinueshme, thuat. Sigurisht, është më normale që do ndodhi, për mendimin tim. Ti çfarë pretendani 8-0 pro Veliajt, që Begaj ka gabuar? Sigurisht. Jo Begaj ka gabuar. Po kështu i bie, pra. Që s'do ketë zgjedhje, pra. Jo Begaj, ka gabuar Këshilli Bashkiak dhe Rama. Po dalë më një sekond. Kjo në 31 vlla është për zgjedhjet, a ka gabuar Begaj apo jo? Nuk është Këshilli Bashkiak. Jo, është për Veliajin. Veliajin pra Këshilli Bashkiak e shkarkoi, pastaj Këshilli i Ministrave vlerësoi, pastaj Begaj shkoi dhe shpalli. Është treja bashk? Shkarkimi Veliajit, po u shkarkua Veliaj, datën e zgjedhjes vazhdim jetën. Është efekt domino. Është efekt domino. Pra Begaj nuk duhet të kishte marrë presidenti, nuk duhet të kishte marrë fare atë lloj vendi. Tjetër gjë kjo, mo ti lese çka bën, të kaluar nuk e Këshilli Bashkiak. Shkoi Rama i takoi ato, i tha ky duhet shkarkohet. Iku mbaroi. Dhe mund ta shkarkonte për 3 muaj pse s'vajtin punë. Po ju desh pak ta shtyn tek punën se ashtu ishte një muaj. Tani e dim të Pas 7 muaj shkoi dhe e shkarkoi. Mbledh Këshillin e Ministrave thot na ka thënë ky tani që këtë duhet ta shkarkojmë. Që ky i tha po këtyre shkarkoheni pak këtë me vendim partie. E kuptova. Dhe bën këtë. Dhe Veliaj thot orë zotrin të nderuar, ky më ka shkarkuar me vendim politik.
politik. Po. Është me vërtet përsekutim politik ky. Ka drejt. Ato duhet të japin fundin 8-0. 8-0 për këtë, po dhe 8-0 për Begajn, sepse del dhe presidenti dhe thot, dëgjoj thot, tani edhe unë thot, mendoj thot që Rama jo vetëm ka drejt, por Rama është edhe shumë i zgjuar, e ka bërë me një genialitet shumë të madh. Edhe thot Bajram Begaj thot, dakor thot, me këtë datë thot, Në 9 nëntor. me këtë datë thot kemi zgjedhje thot dhe jo vetëm kjo që ka bërë Rama është e drejtë, po kjo është e papar fare. 8-0 për këtë, po të marrim jurisprudencën. Qartë e kuptoj. 8-0 për këtë, 8-0 për këtë. Ti parashikon që të dalin në favor të Veliajt, gjykata kushtetuese. Po, unë mendoj se po. Ti Flogert? X. Pse më thon X, se unë s'vë basta asnjëherë. Barazim thua ti. Por në fund fiton ka zgjedhje. Jo, nëse bia ajo si ka zgjedhje jo Flogert? X-i ka zgjedhje pra. Nëse është X ka zgjedhje. X është favor të Ramsit. Ti Marsit? Unë do e mbyll çatin me sentencë që thot kur fillon lufta, do ta mendosh veten si një pashpresë dhe shpresa jote e vetme është që s'ke asnjë shpresë. Pra domethënë do të mendosh që sido që të shkojë gjëja, ti s'ke asgjë as për të humbur as për të fituar. Po si del vendimi kushtetues sipas teje? Dakor. Vendimi kushtetues. Unë mendoj që vendimi kushtetues do i hapi rrugën bërjes së zgjedhjeve. Pra ti thua do japi drejt Ramsit. Po. Pra vetëm Sebastiani këtu thotë që do jetë në favor të... Ajo që thotë Sebastiani është logjik juridike. Po, Juridikisht është e drejtë. Por unë nuk kam besim, jam skeptik në me vendimin e gjykatës. Le jo, bëjmë një xhiro urgjent te ESP-ja për të kujtuar gjithë dynjas që ka makina dhe që do të mos i prishet ajo, mos i prishet makina.